fakt në mbrëmjen e sotme skuadra luaj ndeshjen e 11 brenda 5 viteve, duke zhvilluar në fakt të përballje në një klasike të vërtet të kompeticionit. Dhe nëse në fakt ndeshja për të vërtetën nuk është në fazën me eliminim direkt, sigurisht që të dyja ekipet kërkojnë maksimumin e pikëve. Në fakt, gjafa kur përballje të tilla ndodhin shpesh, behen edhe deri të pak të mërzitshme, megjithatë, përballje mes Realit dhe Manchester City ka dyshim që mund të themi që asnjëherë nuk është e mërzitshme, edhe asnjëherë nuk konsiderohet një ndeshje që nuk preferohet ose që edhe të lodh. Jo, unë besoj që tilla nivel ekipesh janë buria e këtij kompeticioni. Dhe normalisht në çdo periudhë që këto përballen, janë gjithmonë periudha që tregojnë forcën e këtyre ekipeve se sa larg mund të shkojnë, edhe pse jemi akoma larg nga ndeshjet e këtyre për të qenë decisive për vazhdimin. Pra kam një lloj atraksioni të veçantë në raport me të tjera, sepse dy skuadrat janë në nivel shumë të lartë. Dhe në emra skuadrash, po edhe në emra lojtarësh, që normalisht në këtë moment janë gjithmonë të shkruar. E vërtet, padyshim dhe ne me zor i presim. Deri nuk e di përballja mes këtyre dy skuadrave, le të themi në mënyrë të vazhdueshme, por gjatë dekadës fundit, do të thënë që vërtet është konsideruar si një ndeshje mes dy prej pretendentëve kryesorë në fitimin e Champions League-s. Mendoj që është Reali ose City edhe këtë sezon një pretendente kryesore e fitimit Champions League. Reali gjithmonë hyn në Champions e ka me ADN që luton të fituar dhe ekipin e ka konsultuar, ndoshta nuk ka bërë një rifreskim që nga i janë qenoti dhe ndryshimet që bën në parti, por gjithsesi unë mendoj që Reali është aty. Ndërsa City si për herë ka një gatarinë në botë, dhe ka një top në formën më significative ka është një lojtar që vëllëmin me kontrarin e tij, vëllëmin me City, është një yll i volit, është një lojtar jashtëzakonshëm që po manit në gjithë botë. Kjo dhe me Norvegjin, dhe shikoni Norvegjia është një skuadër kontare më të bukur të Europës në raport të botror të Universitetit. Unë do të them që përballje këtyre dy skuadrave duhet ta përshkruaj herët kur do të përshkrim që në këtë dekadë janë të mira. Dhe padyshim janë të mira sepse kanë pasur lojtarë të mirë në Europë, ndoshta edhe në botë, brenda ekipeve të tyre, por dhe në mënyrën se si e kanë interpretuar ato. Në rast se kujtohet para apo 3 edicionesh, dhe nuk të fillon rezultati që duhet Universiteti luajë një kristë për atë. Dhe brenda 1 minute apo 1 minutë gjysmë e kthej Reali 3-2. Këto janë rekorde shumë interesante, por prandaj edhe ishte sot më shumë e madhe dhe pritet nga gjithë dhe është ndeshje për të parë, është kulmi i përballjes që ekziston. Janë të skuadrat në pikë po aty, ka 12 që ka Real Madrid dhe 10 që ka Manchester City, dhe të dyja duan që të rinë teqe, të shmangin ndeshjet e janarit. Pra nuk duan të luajnë me Në fakt, nga fusha e vlerë tek Stoli, sepse do të kemi përballë 2-3 njerë, Xabi Alonso kundër Pep Guardiolës. Në fakt në fundit i konfirmuar edhe Xabi që le të themi kërkon të glorifikohet tek X skuadra e tij, apo jo Shamil, si është të përballje mes 2-3 njerëve. Alonso në 2014 metrën, kur trajneri i Bayern ishte Guardiola, ishte faktori që në skushës së Bayern, dhe besoj që mekanizmat apo strategjit që Guardiola ishte të këto skuadra, besoj që Alonso ishte një nga ata lojtarët që e nisë, pra ishte ai faktori në skushë që diçka ka mësuar në mënyrën se si Guardiola e shikon futbollin dhe se si ai drejton një vit. I dha provat me Leverkusenin, Alonso, dhe ishte edhe shkruar agonizit dhe të shkuar dhe në një final të Europa Ligës, pavarësisht se nuk e fitoi në fund. Por tek Reali, pas nisjes të mirë, mendoj që përtej edhe problematikës së rezultateve, mendoj që ka një problematikë në menaxhimin e lojtarëve dhe këtë ka shkruar Ancelotti, problemat të ndeshjes janë pak problematike të skuadrës. Sa e shikoj sot Real Madrid kundër Manchester City, mendoj që eksperienca që ka kjo skuadër në këtyre kompeticione të këtyre faktorëve të jashtëm apo faktorëve të pikëve që mund të ketë apo çekullivit rezultatet shpeshherë apo në kampionatin spanjoll dhe në Champions League, mendoj që
vlerësojnë maksimalisht. Sa do t'i peshojnë mungesat që kanë në mbrojtje Realit Madridit, kjo ngjerë për të parë, po unë mendoj që është një super sfidë, është një klasike evropiane, për ato që ka kanë vënë pak në këto 2 dekadave të fundit të skuadra dhe potencialin teknik dhe të lojtarëve që kanë të dyja, mendoj që do të bëhet një ndeshje shumë e bukur dhe e tregoi edhe shkurtin e vitit kaluar që minutën 16 janë bërë një fakt në një. Kështu që besojmë të bëhet edhe sot një ndeshje shumë e bukur, pavarësisht se janë një të atyre besoj që i kavarazhit sot nuk është se peshon më shumë se sa zgjedhjet teknike taktike dhe politike. Absolutisht, ne tek e fundit pikërisht duam sa më shumë gola. Në fakt, Isli, të lutem, dyja skuadra duhet të këtu që duhen nga dëmtime vërtet të rëndësishme, sidomos skuadra e Realit Madridit. Është një situatë e mirë për Realin Madrid, sepse në fund kemi përfyesur se termin detar kryesor, që është mbrojtja ka mungesa të rëndësishme, siç është Mendia, siç është Carvalho, edhe ndeshjen e fundit të Milital, në pjesën kryesore përfyese komplet mbrojtja. Ky është problemi i madh i Realit Madridit, por që mendoj që edhe me zëvendësime lojtarë që vinë nga Stoli, besoj që kanë atë kualitetin për të përballë sulmit të Manchester City, mos harrojmë që në krye City ka një Haaland të pavëmbajtshëm, gjithsesi po i thellë Haalandi i sezoneve të kaluara, jo ai vjeshtë, por pavarësisht që personalisht ai vetë ka shënuar, po nuk është se ka qenë Haalandi. Gjithsesi tash janë mungesa që vlen, mos harrojmë kryesorët e Realit Madrid me sa kemi informacion për momentin dhe Mbappé do mungoj, është një mungesë rrezollëmisht e madhe, ka pasur një problem ndeshjen e kaluar, kështu që them është një nga ndeshjet bik që në të drejtën nuk të parashikon dot. Në të drejtën Reali Madridit ka një situash është mësuar me këtë lloj qemistige, me këtë lloj fitime të trofe, është ekipi më i kremtuar, por mendoj tash është një përballje titanish që është një fundëre një spektakël. Eva, në pyetjen tënde që ne do të shamit uzi një përballje pak rrot për sa i përket zonës së Shqipërisë. Në fakt, ka pakur me burë presidenti të Bërgjë Perez, i cili pasurës në që ka gjithë që pakur në sa porteme së mundë në shqitë rometive që ka vitu, doli të deklaroj besimin e plot për trajnerin italian. Kjo ishte një intervistja i dha për shqiptë dhe familja spanjolle, që në konfirmoj besimin e plot për trajnerin italian. Nuk është si Shqipëria të që në trajnerin janë preja. I besojnë projekte të ndikojë të një trajner. Dhe i kanë besuar, se në fakt Alonso e ka për pak shqiptarëse, në ardhin të vendosë sekretarë të vetë, të shmangë nga rrugë të kishtë gjekur Reali dhe Itali, të besoj në meskushën e këmbët e atakurerë, të cilin e trajtojnë sekretarët në mëndi duhe për pasë, kyqë të slavë, të përishtë, të lagjerë, të bërë të sëpja. Pra, të kënë të do disa ndryshime, mante i një sa Alonso. Pra, në se nuk ka funksionuar ai shme, rriprotesë Reali. Megjithatë, ta vazhduar ndoshta edhe pak studimit të mërë tek besimi edhe te veçari në vendin e sotme, që përballë duhet të burbulos edhe garën e Xabi Alonso, që për të thënë vërtetën, vërtet nuk është hera e parë që kemi parë një mosdakësi, një raport jo edhe aq të radikali, që vera shkutoj Xabi Alonso madhe i Xabi Alonso. Vërduaj kërë ta që temu dhe ekonomikë të temu. Jo është të shkutoj. Është implementimi i ideve të... Po, Real Madrid nuk është majë në rëtës. Real Madrid është pesheron parë, nuk është peshore, nuk peshon parë për valë Real Madrid. Tu janë gjëra tjera, se janë tjera. Është e vërtita jo që negojnë me Guardiolën dhe i beson dhe Guardiolën, i beson e komunikime, në fillimin e këtij edicioni. Bile ishte kandidat për kokë, nuk shkon vetëm që përballë të konfrontohet, por ta përshtatsë që ai i marrë shumë mirë të duhet me ekip. Ja sot mungon Mbappé, sot do të shkojë. Devinisht të shkojë. Devinisht do të shkojë, shkojë ke shumë mos i bjerë. Ska. Është
gjërat në futboll janë pa parashikuar se ndodh. Gjafa, për të vazhduar të flimë për Xavi Alonso, i cili realisht ka refuzuar në mënyrë absolute të flasë për çështjen e mungesave si justifikim dhe themi që nuk flet për skuadra, sidomos si skuadra si Real Madrid, që për të vërtetën nuk është se mund të përdorë në asnjë moment si nuk e di justifikim për mungesën e lojtarëve. Unë besoj që në futbollin e sotëm, me intensitetin që luhet apo edhe me ndeshjet që kanë ndeshjet midis njëra tjetrës, çdo skuadër ka lënë këtë periudhë. Normalisht një skuadër si Real Madrid nuk do lejonte vetes që të kishte justifikim mungesën. Sepse po thotë se gjithë skuadrat në momente të caktuara kanë mungesa të mëdha në ndeshje të caktuara. Kështu që kontingjenti i gjatë dhe mundësia ekonomike që ka kjo skuadër të marrë pranë saj edhe lojtarët që vinë nga stoli për që lojtarë cilësor, normalisht bën që trajneri gjithmonë të mbrojë lojtarët që ka siç quhet nga linjat e dyta. Jo normalisht nuk mund dalë të thotë që ka mungesa sepse ai do të jetë një shenjë jo betimi tek lojtarët e tjerë. Një grup i madh lojtarësh, një grup prej 22 apo 25 lojtarësh, tek Real Madrid pretendohet edhe se ka lojtarë që e bëjnë diferencën, por pretendohet që janë lojtarë të Real Madrid. Dhe nuk besoj që jo vetëm Xavi Alonso, por edhe klubi nuk do të lejonte që të bëjë një gafë të tillë, që është vlerëson të lojtarët që luajnë sot, duke u kapur mbas lojtarëve që mungojnë. Kështu që është një strategji e trajnerit. Pikërisht për të ruajtur ekuilibrin dhe kulturën e klubit, por që ndikojnë patjetër, se mungon një repart komplet në mbrojtjes, dhe nuk është e thjeshtë të riparosh një repart që është shumë decisiv në një ndeshje të tillë, ku do luash në një fazë ofensive kaq fortë sa që ka Manchester City. Kështu që mungesat peshojnë, por i fundi që do ta pranonte ishte trajneri i Real Madrid. Jesli nuk e di, të dyja skuadrat duhet të thënë që ka një lojë që mbështeten te dinamika e sulmit, ë? Po vërtet është si thua nga motivi i duhet të dy skuadrave është gjithmonë janë të fusha e këto balli ka një specifik veçantë se të dy ekipet kanë të topi që vullojnë mirë, do mundohen që janë si thua kanë posedimin e topit, dhe kjo besoj që do jetë edhe si thua pika kryqe, sulmuesit e kush do të jenë më determinant në zonë, sulmuesit e Cityt apo të Real Madrid. Është një mungesë e rëndësishme ajo e Mbappés, por se i kemi një Vinicius, një fond mirë, besoj që do të jetë probable një Gjithsesi, duhet thënë që Mbappé është i gatshëm në stolë, dhe ndoshta mund të aktivizohet më një herë gjatë ndeshjes. Është i gatshëm dhe shpresojmë që të jetë sa më shpejt në fushë, ndoshta sipas rezultatit nuk mund të jetë e nevojshme, por besoj që minutat do të jetë, sepse është një lojtar që Ne na pëlqen ta shohim gjithsesi për çdo gjë që ofron në fushën e vlerë. Shaveti, nuk e di, mendoj që skuadrat të provojnë që të luajnë me ritëm edhe ndoshta edhe të bëjnë ndeshje të hapur ndaj njëra tjetrës, apo ndoshta do zgjedhin këtë anën tjetër që të jenë sa më të rezervuara. Potencialin teknik që ka në skuadrë si lojtar, mendoj që prevalon via aftësinë taktike që do të bëjnë. Besoj që do kemi një ndeshje të hapur, sepse dhe eksperienca apo ato që ka ndonjë ndeshje të përpara, ato që ka qenë dhe në shumë gol. Që duke qenë në fazën e dytë, duke se nuk janë ndeshje direkte për të kaluar në tej, mendoj që do të japim një përmirëri i lojtarëve që të shkojnë në mënyrën të mirë në fushë, ashtu siç ka thënë. Okej, dakor. Është momenti që të ndjekim informacionet, do ta nisim më një herë me informacionin e Realit të Madridit, Xhafa, fjala për ty. Real Madrid vjen me informacionin 4-3-3, e kushtëzuar dhe nga mungesat që ka në mbrojtje, Valverde nga djathta, me Courtois në portë, Valverde nga djathta, Asensio me Rudiger janë ndryshja e qendrës dhe Carreras në krahun e majt. Në repartin e mbrojtjes ka pothuajse të nderuar emocioni sepse i mungojnë plot 7 lojtarë që janë të gjithë me parë mbrojtjes. Në mes fushës zgjedhur Tchouaméni me Bellingham dhe me Ceballos. Unë besoj që Bellingham është ai lojtari që duhet të bëjë midis këtyre të lojtarëve, duhet të bëjë atë lidhje nga reparti midis sulmit dhe mesit fushës, sepse Tchouaméni dhe Ceballos janë më tepër lojtarë që do mundohen që të jenë filtr për mbrojtjen në momentin që do të jenë në sulm nga Manchester City. Dhe në treshë sulmi, Vinicius Junior nga mbajta, Rodrigo nga djathta dhe Gonzalo për mungesën e Mbappés, për problemin e Mbappés, u zgjedhur ky djalosh i ri që në verë bëri mirë, por që mundrava e pati vështirë me formën e Mbappés. Dhe Rodrigo që vjet ka bërë shumë mirë në sezonet e kaluara në ndeshjet decisive, por nga Xabi Alonso në verë u preferua që ai largohej. Sot
nga emergjenca në base është edhe titullari. Nuk sa u kapi, se bajë në fush. Në veshë pozitive e gjeni po Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Nuk e dhja. Nuk e dhja të bëjë rajnë atë të sotë. Se bajë në fush, kundër City. Ka rënë të klasin për formacionin e Manchester City-t, që me dhjetë tjera për të? City vjen me informacion 4-3-3 në sistem, Oreli, Guardiola, Ruben dhe Mateus janë në kafshën e mbrojtjes, Foden, Nico, Bernardo Silva janë në mes të fushës, duke mbështetur Dortmund Alanda e Çefi, shumë lojtarë teknik, Çefi ishte protagonist në ndeshjen në kampionatin anglez. Haaland është lojtari që i ka përruar gati 40% e golave në 2025 dhe shumë i rëndësishëm për të skuadrë. Pastaj Gjeni do thuash në lojën një kundër një shumë i shpejt i fortë. Besoj se do ketë hapësirat e veta dhe patjetër një mendoj që nga lojtarët të shpejtësisë skuadrë dhe me një potencial të jashtëzakonshëm është fortë. Ndërkohë që përveç lojtarëve sigurisht edhe arbitrat shpesh le të themi ndoshta edhe për keq bëhen protagonistë të përballjeve mjaft të rëndësishme në Champions League dhe pikërisht kjo përballje do të jetë Clement Turco, arbitri kryesor i kësaj sfide. Kemi diçka për ta komentuar, ise nuk e di mendoj që të paktën ashtu si dhe në mbrëmjen e djeshme dhe përballjen Inter-Liverpool pati shumë debate duhet thënë kjo në lidhje me arbitrimin. A mendoj që mund të kemi ndoshta mund të përsëritet një situatë si ajo e djeshme? Jo, të vizhën e eksperiencën që mendoj që do të jetë është në nivelin e kësaj ndeshje, kësaj përballje, por nuk dua që procedurën e mbrojtjes. Absolutisht. Të prishësh ndeshjen arbitrit të këtij niveli, domethënë është fatkeqësi e madhe. Gjithsesi ne urojmë që të mos jetë protagonist, të jetë korrekt për këto vendim që të marrë, sepse ja ul shumë spektaklin, ritmin, në një arbitër që merr vendime të gabuara prish i bullën e kësaj ndeshje dhe e dy ekipeve që janë në putet fantastike. Mendoj që janë ekipet protagoniste se sa arbitri dhe urojmë që Në fakt është arbitri më i mirë dhe më në formë sa të sotë në botë. Vërtet. Absolutisht arbitri dhe më kompetenti dhe më diligenti për ta arbitruar. Të paktën deri tani. Unë nuk është se i pa arbitruar, por nuk është një arbitër që vjen ato në droga, si Polonia apo që volutyrë nuk është të shon në arenën në kontare me klube qoftë në kontare. Pra vjen një francez me shumë dignitet, ka arbitruar një shumë të shkira dhe në përballje më interesante në ndajë të sport. Por më zgjidhja më e mirë për të arbitruar Një ndeshje këtij kalibri. Është folur jashtëzakonisht shumë për Edon Zhegrovën, të gjithë ne në fakt e kemi dashur patjetër si titullarit tek Juventus, në fakt nuk vetëm ne që e kemi si shqiptarin ton, por edhe tifozët e skuadrës Bardesi dhe pikërisht sot është momenti që Zhegrova të nisë pikërisht nga minuta e parë përballë Pafosit. Gjithashtu në momente të mëdha për të vërtetë vinë edhe me përgjegjësi, ne e dimë këtë gjë në Champions League. Dhe tashmë të gjithë sytë do të jenë tek Zhegrova. Po, besoj që ai është mësuar tashmë në Darë, sepse bëri një emision të jashtëzakonshëm në UEFA Champions League dhe kundër skuadrave shumë të mëdha, një skuadër e vogël. Sot është në raport të ndryshëm se luan kundër Pafosit dhe është në bluzën e Juventusit që normalisht pjesën e motivacionit e ka më të madhe. Por nuk e di se ndodhi me Zhegrovën, se Spalletti në momentet e para fuli lëvdata për të lojtar dhe pastaj e aktivizoi me kaq pak. Pas kishte pak skepticizëm. Po sepse nuk e di, thash që pas ndeshjes me Fiorentinën, që ai pati një debat me tifozët, të pyeti edhe e kritikoi publikisht, që duhet merret me njerëz, do të sikur thyet diçka pase nuk e di në çështje disipline apo nuk i përkufi në atë që në mendimet e veta në momentin e parë, por që Zhegrova sa herë është aktivizuar te Juventusi nga sori për aq pak minuta, ka lënë shenjë. Ka lënë shenjë sepse edhe tifozët e Juventusit gjithmonë mundohen ta promovojnë me video që është një lojtar që është për Juventusin, po dhe vetra njëri në konferenca për shtypje ka thurur elogje. Kështu që unë mendoj që kjo mundësi duhet shfrytëzohet maksimum nga Zhegrova, sepse në momentin që është Juventusi, nëse do bëhet paraqitet ato që ti të bëjë që na ka mësuar sezonat e kaluara, unë besoj që do të bëhet. Nuk e di, sipas teje, mendoj që ndoshta ky moment mund të rikthehet dhe nuk e di nëse mund ta quajmë urojmë shumë që jo, po një farë ngërçe për Zhegrovën, se edhe nga aspekti mediatik ka jashtëzakonisht shumë fokus ndaj lojtarit,
Ose pastaj do ta kalojnë në anën tjetër, do ta shndrojnë në forcë edhe do t'i bind që të gjithëve që e meriton padyshim rolin e titullarit. Potencialin teknik që ka ky lojtar e ka treguar edhe Bazeli Termi, aty fitore gjata që është provuar në skuadra kundërshtare në të tilla kompeticione dhe ka luajtur një futboll shumë i bukur. Kjo është një arsye pse sot është në minuta që ka marrë në maksimum ndoshta sepse janë dy komponentë ose faktorë. Para ndoshta forma fizike e tij sepse edhe në kontakt me Kosovën ai nuk është aktivizuar. Edhe me lidhjen e sezonit të kaluar nuk është aktivizuar në formacionin e parë. Formacioni e parë. Tem que pegar 3 minutos na frente. Jo në kontakt. Po pra në kontakt. Ka më shumë i tentuar sa ka marrë vetën në kontakt nuk është se ka qenë sistematik. Patjetër që në të tilla nivele, në të tilla skuadra ndikojnë edhe faktorë të tjerë. Mos harrojmë që politikat e menaxherëve, politikat e klubit, të shumë momente të tjera japin mundësi lojtarëve ndoshta janë në një nivel, por që aktivizojnë më shumë. Sot është një ndeshje që ai ka shënuar maksimalisht sepse në të gjitha ndeshjet që ai ishte aktivizuar ka justifikuar atë minutazhisht. Ndoshta ka dashur më shumë dhe mendoj që nga mënyra se si ne shikojmë të lojtarësh është zhveshur nga emocionet dhe shpesh edhe do ta ndihmon shumë në performancën e tij. Dhe besoj sot do jetë një ndeshje të tilla që ai do të vijë që ta fitojë me forcë, me dhunë, me forca, formacionin tek kjo skuadër sepse i duhet në fakt të kemi vendin që nuk është se ka pasur shumë stabilitet dhe po ta ndihmojmë të lojtarët. Ai ti tregoj të gjithëve edhe kush është O fotokur, po ta. Dërguajmë një Juventus që do të fitojë me detyrim. O fotokur, po do të bëjë sot në tjetër për të një Samiri, nuk e di shumë shkurt të lutem, si komenton të deklaratën e Spalletit, të shprehur në fakt që unë e kam dëmtuar skuadrën me zgjedhjet e mia. Nuk e di, është veten në presion, nuk e di si mund të shtem këtë, është veten në presion, ndoshta Tani se ku që nuk problematika, tentarët se si ata ndjekin trajnerin apo që filozofia që trajneri apo mënyrën se si ai do që të ndryshoj mënyrën apo ato ingranazhin që i ka zhvillatuar te kjo skuadër, unë në përgjithësi e shikoj një Juventus pa lojtar lider. Do thënë ka lojtar me emra, ka lojtar që janë blerë në kohën e Thiago Montës shumë lehtë. Janë shpenzuar shumë, por nuk është se kanë treguar potencialin apo vlerën që ata janë marrë. Dhe në përgjithësi, shpeshherë po të shikosh as nga mbrojtja në sulm, nuk është se është një rol, një pozicion, apo një repart të thua që ky mund të përjashtojë nga kritikat e ndeshjeve pasive që si në Champions League, por edhe në kampionatin italian. Në fakt janë si sekretar i mirë këto deklaratë. Unë kam fajta në një aty sportivë lojtarë. Jo, po, Jorin, sekretari një, po normale të shqia e unë se po përgjithon këtë gabim. Aty s'polluar në lojtarë. Deshe në navë ishte deshe, luajti i parë asë që të sëmuës, tentoj të një shka ndryshe, dhe në basë... Ose përbyti me që të sëmuës që bërë. Që basë ka kuptuar një deshe ajtë forë, nuk mund të është eksperiment. Përbyti me që të sëmuës që bërë. Zbërja zirë. Përruja dhe shumë forë deshe dhe njësi eksperimentet një kushtarë, një një kushtarë në forë nacionalës. Dhe basa atë bërja do të ne diskutojmë të kasim stadiume, akademia, të të drejtore në Milano këtu. Po të shohim të fakt është Zhibrova nga Kosova, Ramani nga Kosova, Gjimshiti nga Burkina, asi nga kuptimi shqiptar dhe shqiptarisë nuk kanë të falë. Asi. Që më themine, akademia pa fund, stadiume të reja, fusha, s'kene asë të kanë asë. Urojmë që ta kemi. Gjithsesi, vjen të dhe që ndroni me fakt së bashku sepse Juventus i për të vërtetën vjen si favorit nga mbrëmja e sotme, megjithatë Pafosi nuk është nga ato skuadra që dorëzohet lehtë. Pafosi nuk dorëzohet lehtë. Ka treguar këtë. Dhe mua më ka pëlqyer kur e kam parë në ndeshjet e para pati rezultate shumë të mira, ata brezilianë janë shumë të kushtashëm mirë në ndërës të mundësit të skuadrës dhe të godasin në momente shumë të paparashikueshme. Besoj që do jetë ndeshje fortë, por duke llogaritur që Juventusi duhet patjetër të përso, Juventusi duhet të vazhdojë rrugën në Champions edhe pse nuk është në një formë të mirë, por klubi i madh dhe i takon të vazhdojë vërtet. Dhe Pafosi nuk e ka lehtë,
janë në pikë të harbata. Dy nga 6 pika. Kështu që fitoria e sotme do të bëjë të mundi që të shpresoj për të vazhduar në lokin e centrit të nea. Kështu që kam besim që Juventusi do të bëjë diçka sot të bashkë. Flasim shumë shkurtimisht edhe për formacionin e Juventusit, e nisim diskutimin bashkë. Juventusi sot vjen me një 3-4-2 me Digegorën Port, Kopmaja Skeli Kalu, Kambiasot Majt, Mireti Lokatelli në qendër me Kenit Djafas. Dhe me treshën me dyshën për para Idis Grova dhe më sulmit Devi. Rëndësia e formacionit zakonshëm që Juventusi përdor se është Devi në majnë sulmit, ushimi domethënë ose ajo që Spalletti tha për një autokritik, sepse për një eksperiment në luajtur pa sulmues, mendoj që dhe Zhegrova sot presim që të jetë si thua vetari kyç, ne shpresojmë që të jetë bëj diferencën te Juventus dhe të jetë një nga punët e Ska luajtur kundër Real Madrid me Liga, në Champions. Është një madhe Nisë për ta pasur në fëmi. Për zoti edhe sot bërë me sot me shpërejë në të objektiv. Urojmë shumë. Një tjetër përballje shumë interesante në fakt është ajo mes Benficës dhe Napolin me Jose Mourinho dhe Antonio Conte që takohen për herë të parë me njëri tjetrin që nga sezoni 2017-2018. Në fakt, dikur dy trajnerët kanë pasur një rivalitet vërtet të ndezur që shpesh pasqyroi edhe me debate dhe nervozizëm në fushë. Megjithatë, të dy sot besoj janë jashtëzakonisht shumë të përshëndruar, kanë një qëllim të vetëm dhe ai është strategjik. Po, unë besoj dikur, unë besoj në sot. Në pas të Tiranë që kishte dhënë konferenca për shtyp që ka shkruar dje, ku i referoi që Conte ankoi që kishte mungesa. Thonë që sa ankohet Napoli, si i mungon Lukaku dhe ka Hojlund, apo i mungon dhe Bruin, po ka McTominay, atëherë çfarë do të them unë, mungesat e mia. Kështu që në farë mënyrë Mourinho me metodat e veta ka ndezur ndeshjen sërish kundër Contes. Ka edhe kjo era për disi edhe për ta bërë nervoz Conte, për ta kaluar presionin të krahut Contes, që normalisht është shumë e tjetër. Sepse pavarësisht se Benfica, skuadra portugeze është gjithmonë të vështira për të mundur, por Napoli është kampione e Serie A dhe normalisht duhet tentojnë që se kërkon të vazhdojë me objektivat e saj, sepse Conte ka një detyrim në radh parë ndaj vetes, sepse gjithmonë të shton në Europë dhe ka ardhur momenti që të demonstrojë që është jo vetëm një trajner kampionatit, por edhe trajner e Europës, duhet me dëm mos ka një skuadër si Benfica sot. Sepse është një skuadër, ka një skuadër më që ka vlera. Kështu që unë e shikoj prapë të ndezur skuadrën Luis Mourinho dhe Contes edhe me deklaratat që kanë. Edhe pse shumë po në mënyrë paqësore. Vërtet, sa shanse i jep skuadrës së Napolit në përmjet e sotme, duke pasur parasysh që edhe skuadra e Contes vjen në mungesa. Por megjithatë, luan një transfer vërtet delikate siç është ajo e Benficës. Portugezët luajnë mirë fushën e tyre. Natyrisht që atë shkëlqimi që ka dhënë pak më mirë, se në mënyrë se si futboll në lidhje skuadra nuk është aq e simpël dhe të Degrada të dy taja të Sandri, të dy trajnerët, respektivisht skuadra edhe trajneri i Napolit, Conte dhe Mourinho janë të dy tipa të vështirë për ambientin, për skuadrat, por shumë të mirë për ne, nga zotëtarisë, sepse na japin darë, na japin janë pasionat dhe gjithmonë prodhojnë lajme. Prodhojnë gjithmonë, okay. Të dyja qarama, që na mundohen të kemi të mëngesa në atë, janë nga të gjejmë justifikimin edhe më i fundit gjë që të jetë, të ta përdorë të ta justifikuar. Nuk është të gjejmë parametrit, po marrë një prezit. Këshmërita që përpara, këshmërita që kanë ndejnë ka gjatë në trenita, se e ka gjithë që përpara, dhe ai që se gjithë përpara e marrë në Egypt. Kështu që unë besoj jashtë në humori, besoj një të ndeshë të tjerë. Kam besim që Napoli do të bëjë diçka për ta vazhduar në fejë, se e meriton. Vjen si kampione e Italisë, vjen si kryesuese në gjysmën e kampionatit që vendohet në sezon, si kryesuese e kampionatit të Serie A që nuk është pak. Dhe ka të 7 pikë. Pra, i shkon fitoria. Në Benfica 3 pika, edhe për fitoria shumë vështirë. Kurse Napoli i shkon fitoria, se 7 shkon 10 pikë, ka dhe një ndeshje të fundit me shpresën për të vazhduar në fejë. Sepse në ndeshjen e parë ka shumë.
sidomos nga ato sekondë që bëj atë. E vërtet, ishte. Shameti, nuk e di mendon që Mourinho le të themi ka armët gati për të ruajtur një tjetër zhgënjim Antonio Contes? Me atë që ka treguar këtë sezon. Jo. Jo. Okej. Sepse mos harrojmë ka mundur Karabakhi në shqiptimit. Ka mundur Juventusi në shqiptimit. Nuk se ka treguar një formë jashtëzakonshme edhe në ndeshjet e tjera, se shkollata është mundur nga Chelsea. Kështu që Napoli mendoj që kanë momentin që duhet të minimalisht mos u mbas. Sepse është taktik, shkon tesh që nuk është keq. Për një ndeshje dhe në një fushë të principit të një shpeshherë është e pavarësishme se në përgjithësi të skuadra portugeze nuk të janë në presimin e trafesit shpeshherë ndoshta jo në drejtimin e Mourinho, por mendoj që nuk ka mundësi tjetër që të luajë kundër Napolit sot. Në cilësi të tash mendoj që Napoli ka potencialin dhe vjen nga një moment shumë mirë në Serina. Kështu që duhet ta shpëtojë atë momentin psikologjik të tij. Në fakt me Karabakh ka hundur pa Mourinho. Karabakh është shumë mirë. Unë me Karabakh tash edhe një tatar pra pasu të realizoj këtë që Karabakh. Një tatar pra pasu të Po, ju ne sonë të pas. Mirë, rrëllim të diskutimin për të ndeshje dhe do të flasim për përballjen tjetër Atletico Bilbao Paris Saint-Germain, një tjetër ndeshje shumë interesante në fakt, për të vërtetë se në rajonin bask, për rajonin kampionat e Paris Saint-Germain le themi e tentojnë padyshim që të marrin atë tre fikshin e radhës apo jo? Me vërtet do të nisë në përballje e kësaj këtij dueli sot në që Parisi normalisht është një pretendent për fitimin e titullit, mendoj që është ekipi më në formë duke parë kundrejt Atletico Bilbao, që po zhvillon një sezon jo aq të mirë sa sezoni i kaluar. Gjithsesi kemi një Paris që për mbretën është duket se Parisi i sezonit të kaluar, jo me një shkëlqim, por gjithsesi fitoret e Parisit janë akoma të vince dhe pretendojnë për sulmacin e këtij klubi dhe mendoj që sot pavarësisht që në stadiumin e Vërtet sa më në dëshëm është një kundërshtar tërë i fortë për të mundur, por kualitetet që Parisi ka mendoj që mund të jenë më pranë fitores dhe në objektivat që Parisi ka për sezonin e qartë. Shameti, mund kemi në një surprizë nga skuadra Bilbao sot, edhe pse për të vërtetë që përfundimin e tyre e kanë pasur zhgënjës deri në tani, apo jo? Më shumë se sa pikë, për Paris Saint-Germain sot është një vendosje bune që është skuadra të mundur dhe skuadra numër 1 favorite, ashtu siç fitoi në sezonin e kaluar. Sepse Atletico Bilbao këtë sezon e ka provuar në Liga dhe është mundur shumë. Si Barcelona, si Real Madrid, si Dortmund, si Newcastle, që mendoj që nuk është se ka forcat e mjaftueshme për të evaluar një Paris Saint-Germain me shumë talent. Pastaj, shmëria në Champions League ne ka treguar shumë sot për shumë të shkojnë në ndeshjen nga ai që kemi Karabakh e ka thënë Ajax në kaos, kështu që Ajaxi që ishte vend fundit kundrejt një Karabakh ishte surprizë shumë e bukur dhe ka vendosur shumë skuadra në vështirësi për Europën. Ai do më bëj. Po. Të lutem. Asnjëherë si jo, ai po thotë që ndeshja është në Aq më tepër ndeshje e tilla, e vërtetë. Xhafa nuk e di për ty Paris Saint-Germain vazhdon të mbetet pretendenti kryesor i Champions League-s apo ka ndryshuar? Jo, nuk besoj që kryesor. Normalisht edicionet ndryshojnë, por duke referuar sezonin e kaluar. Në fakt është Jo, duke referuar në sezonin e kaluar. Kur deri në janar Paris Saint-Germain nuk është se po shfaqe me potencialin e saj më të mirë. Dhe këtë sezon nuk e ka nisur, edhe pse është skuadra pretendente, por nuk është në atë ritmin e fundit të sezonit kaluar. Dhe mbase strategjia apo metodat e punës të Luis Enriquez bëjnë që pas janarit të ligë formë. Po që do të thotë se edhe sezonin e kaluar Parisi vetëm në momentet e fundit arriti që të kualifikohet. Prandaj thash që nuk e ka atë shkëlqimin ashtu si sezonin e kaluar. Deri në fundit që vazhdon në fund. Ka përshtypjen që pas edhe ngarkesat, mënyra e strategjisë e punës së Luis Enriquez është që skuadra vinë në formën e saj më të mirë pas periudhës pushimit të janarit. Kështu që normalisht edhe tani është shumë në formë se sezoni i kaluar, por që prapë nuk është në atë shkëlqimin që e mbylli sezoni i kaluar. Por besoj që deri në fund do të jetë prapë pretendent kryesor.
Parisa të përmend në ndrikimin e Luis Enriquez, mos ndoshta po rezervon ato energji për në fund fare do të ishte po gjata në atë pjesë të sezonit. Nuk besoj që ka bërë kalkulime për të ruajtur në energji dhe tërëzhi. Parisi duan gjithmonë njësoj, ka një produkte fantastike, si mos institutës është ka më të në përpohë të so. Varet nga formative të gjithë, të ka dhe shpesën në të një gjithmonë në maj. Besoj që është sfadë të tendencë edhe për sindjet për të shkuar deri në finalet se jo të qenë kandidatë për të habituar se në institutës. E them këtë sepse lojtarët janë të njëjtë, kanë marrë lojtarë ku është kopjarë, dhe nga vendeve në susha është e jashtëzakonshme. Kështu që do vazhdojmë me ritmin e vet. Ata do ndojnë në tyre. I lecën kanë papa jo varet nga kushtaj i cilës do të pozicionohet, në rastin e konkret do të ketë bazë në një më shumë më. Kanë shanse. Po, për mua Parisi është favorit për të shkuar takimin do të shkuar në kohën e perspektivave për të parazuar Arsenalin e sotut, Arsenalin e fitorit, ka më tepër. Duan të ndajnë. Ne do ndajemi pikërisht për të ritakuar në orën 23 dhe sigurisht për të bërë analizën e plotë të mbrëmjes së sotme në Champions. Shikim të këngë. How are you?